Pas largimit nga Big Brother VIP, Aldo Marku ishte i ftuar në një studio televizive ku sqaroi disa nga momentet më të komentuara të qëndrimit të tij në shtëpi, përfshirë edhe deklaratën që i bëri Danjës pak ditë para daljes. Ish banori tregoi se pëlqimi që shprehu ndaj saj nuk ishte i vërtet, por një mënyrë për ta testuar. E bëra për ta parë se si do sillet ajo me mua, por ajo nuk më mbajti ndonjë distancë. Fillova të ndihesha keq sepse nuk doja ta nxirrja keq atë, u shpreh Aldo. Ndërkohë në studio u lexua edhe një mesazh i dërguar nga Redi, partneri i Danjës jashtë shtëpisë, i cili doli në mbrojtje të saj duke dhënë një mesazh të fortë mbështetjeje. Danja është një vajzë që ka arritur deri këtu prej vlerave të saj. Përkudo që përpiqet të përbalt figurën e saj, veprat flasin më shumë se fjalët. Sikurse ka qenë e dukshme dhe në debatet që ka pasur brenda shtëpisë, ajo s'ka zgjedhur të ulë dikë, siç kanë ulur atë. Për më tepër, ajo ka falur më shumë se kushdo në atë shtëpi. Jam krenar për të. Danja më ka mua, unë kam atë. Kjo na mjafton. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.